Nëse deri dje bastat online lidheshin me futbollin edhe botrorin, sot në të njëjtat platforma mund të gjesh edhe baste për politikën. Një prej këtyre ngre pyetjen: a do të jetë Edi Rama ende kryeministri i Shqipërisë deri në 31 dhjetor të vitit 2026? Nuk bëhet fjalë për një sondazh politik, por për një treg parashikimi, ku përdoruesit vendosin para mbi atë që besojnë se do të ndodhë. Sa më shumë njerëz të bëjnë një skenar, aq më shumë ndryshojnë dhe kuotat. Sigurisht kjo nuk është provë se çfarë do të ndodhë në politikën shqiptare, është thjesht një pasqyrim i perceptimit dhe pritshmërive të atyre që marrin pjesë në këtë treg global. Pyetja është: po shohim një formë të re të matjes së opinionit publik, apo thjesht një tjetër mënyrë për të kthyer edhe politikën në bazë? Përdorimi i rreth 4 milion eurove nga fondi i rezervë i shtetit në koncertin e Kanye West vijon të ngrej pikpyetja. Ndërsa është kërkuar auditim për këtë vendimarrje, dalin dhe pretendime të pakonfirmuara se rreth 15 milion euro të përdorura për ndërtimin e stadiumit të përkohshëm janë dhënë në formë donacione. Pyetja që shtrohet është: a e ka verifikuar qeveria burimin e këtyre donacioneve përpara se të mbështesë financiarisht projektin me fondet publike? Dhe nëse po, a do të bëj publike këto verifikime për të garantuar transparencën dhe besimin e publikut? Luciana, jemi në ditën e 45 protestës. Sigurisht që njerëzit janë kurioz të dinë, është kohëtuar madje edhe largimi i kryeministrit në një nga këto bastet, ku njerëzit kanë hedhur pyetjen duke e monituar faktin që deri në fund të vitit 2026 kryeministri ikën apo jo. Ju nuk të riqeni nga kërkesat tuaja. Sigurisht që ato janë edhe baza e një proteste dhe janë dhe themi zemra e protestës. Mendoni që kryeministri është trembur, apo mendoni që ai do të vazhdojë dhe do ta injorojë protestën? Po, besoj që arroganca e kryeministrit tonë është e dukshme, është gjë që kemi përjetuar prej shumë vitesh tashmë, por që edhe rezistenca qytetarëve është shumë e dukshme. Kështu që besoj në këtë herë jemi më shumë në numër dhe besoj që do fitoj rezistenca jonë. Bashkimi Evropian e pret kryeministrin, e dëgjon, hap dhe kapitull. Po, duket kjo si një lloj, po, 3 kapitull sot. A të duket kështu si një sfidë, janë 30, po, nesër është minimalisht në numër. Duket si një sfidë që po i bëhet. Po, Bashkimi Evropian voton edhe një amendament për ligjin që i kërkohet nga sheshi, për ligjin 2024. Kështu që besoj që Bashkimi Evropian, si edhe përfaqësues të vet, eurodeputetët ishin këtu. Që besoj që edhe kjo është mbështetje e protestës. Patjetër që ata janë qeveria zyrtare sipas Bashkimit Evropian dhe ata duhet i presin, por nuk besoj që i presin më me syrin që mund t'i kenë pritur para 2 muajve, kur kryeministri jonë marketon të veten si një kryeministër shumë i suksesshëm që duhej nga njerëzit dhe që çdo gjë shkon të vajë në Shqipëri. Tani të gjithë e di se çfarë po ndodh në Shqipëri. Fati i madh është që të gjitha mediat ndërkombëtare po e publikojnë se çfarë po ndodh në Shqipëri. Ndoshta ka qenë shansi protestës që incidenti i Zvërnecit kishte të përfshirë në të dy emra shumë të rëndësishëm të politikës globale. Dhe pavarësisht se ne nuk jemi as kundër Amerikës, as kundër familjes Trump, ne jemi kundër investimeve të pandershme dhe jo transparente që bëhen në Shqipëri, por kjo edhe ajo ndërkombëtare protestës. Dhe me këtë rast gjithë bota ka parë se kush janë në të vërtetë shqiptarët, janë disa qytetarë që dalin dhe protestojnë në mënyrë pasore kundër një qeverie të korruptuar, dhe tashmë të gjithë bota po shikon se si funksionon në të vërtetë qeveria shqiptare dhe se si funksionon shteti i Shqipërisë. Kështu që besoj që avash edhe ndërkombëtarët do reagojnë dhe do japin mbështetje protestës. Pastaj dje ne morëm një lajm që është depozituar dhe një padi nga gjë senator në Senatin Amerikan për të hetuar kryeministri i Shqipërisë në disa afera të tij. Kështu të gjitha këto janë sinjale që ne nuk jemi vetëm. Sot kur kryeministri mbante konferencën me Martakos, përpara Komisionit Evropian ishin shqiptarë që protestonin dhe në mbështetje tyre ishte kryetari i demokratëve të rinj europian. Pra ne nuk jemi vetëm në këtë betejë, ne kemi shumë që janë me ne, eurodeputetët që erdhën, pastaj edhe rezoluta e partisë më të madhe Parlamentit Evropian
pro-protestës, që është një fitore shumë e madhe e gjithë këtyre të rinjve që nuk dorëzohen prej 45 ditësh. Përveç se protestojnë këtu, vazhdojnë dhe marshimin për ta çuar protestën në çdo shtëpi në Tiranë, që është gjë fantastike. Folëm për Senatin, folëm për Këshillin Evropian, folëm për Brukselin. Në fakt nuk kemi folur për SPAK-un. Se në fund të fundit kjo protestë ne jam e bindur që nëse akuzat nuk provohen, kryeministri do vazhdojë të shndrojë. Si e shikon rolin e SPAK-ut? SPAK-u ka bërë disa veprime që gjën patjetër besoj në fitore e protestës. Sepse SPAK-u aty ishte edhe para protestës dhe nuk i bëri ato arrestimet që bëri gjatë protestës. Kështu që ne jemi në mbështetje të SPAK-ut që SPAK-u të bëjë detyrën e vet. Dhe gjithë investimi ndërkombëtarëve i shtetit shqiptar, si investim kohor në ide, në financa, si përfitet që ka qenë një investim goxha e madh në gjitha drejtimet, shpresojmë shumë që të bëjë detyrën e vet, dhe vetëm kaq është e nevojshme që ata të bëjnë detyrën e vet. A do bëjnë? Besoj që do bëjnë. Nuk besoj kur që në institucionet shqiptare nuk ka shpresë, unë nuk besoj asnjëherë që drejtësia shqiptare është komplet e kapur dhe nuk ka aty individ që bëjnë punën tamam siç duhet ta bëjnë. Dhe jam shumë e bindur që ata do bëjnë dhe punën e vet. Ne kemi dërguar disa organizata mbështetëse të protestës kanë dërguar padi në kushtetuese për 4 miliardë që u investua Kanye West. Është dërguar dhe Këshillit Lartë. Ne dorëzuam Albania Fajz në SPAK, sot një parti politike ka dorëzuar dhe një padi tjetër, juridikisht ndoshta më të saktë se sa ajo e jona, dhe SPAK-u duhet ta hetojë Albania Fajz. Aty janë gjitha aferat edhe gjitha kundërshtimet që janë bërë ligjit në Shqipëri nga qeveria. Kështu që besoj që ata kanë material për të bërë punën e tyre. Dhe unë dua të besoj që do e bëjnë. Dhe unë shpresoj që SPAK-u të mëson kohë derisa të ndodhi një rjoll dhe një zvërnec tjetër, apo tokat të tjera të këtij vendi të bukur të vogël t'u jepen investitorëve tuaj për 1 euro, apo ku di unë me prestanome që zakonisht janë bërë si le të themi kështu si manual në qeverisjen e fundit për 14 vitesh. Okej, Luciana, ke një mesazh të fundit për pjesëmarrjen? Pavarësisht se bëj një foto në orën 5 këta qeveritarët dhe tregoj që sikur protesta nuk është, protesta është plot, ka çdo ditë plot qytetar, patjetër që ka qytetarë që kanë rezervuar pushimet, ka qytetarë që nuk i rezistojnë dot 45 ditë dhe që largohen për t'u rikthyer, por unë besoj që pjesëmarrja është shumë e mirë. Dhe ju bëj thirrje gjithëve që të bashkohen me protestën për të arritur fitoren e përbashkët në të mirën e Shqipërisë. Një thirrje kam shumë madhe, duke qenë që unë jam vetë nënë dhe kam një fëmijë 3 vjeç që le çdo ditë vetëm në shtëpi. Ju bëj thirrje gjitha nënave që të bashkohen me protestën. Kjo nuk është një protestë për një karrige personale, kjo është një protestë për të ardhmen e fëmijëve tanë. Dhe në momentin që ky mesazh do kuptohet nga gjithë qytetarët shqiptar, besoj që fitoria do jetë patjetër pa diskutueshme e jona. Si e parashikon largimin e kryeministrit? Nëse do të vi? Shikoj, nuk jam politikane që të bëj teza politike, por uroj shumë që ai të largohet dhe uroj shumë që drejtësia patjetër të bëj punën e vet. Besoj që si ai si shumë zyrtar të tjerë në Shqipëri kanë ca borxhe shumë mëdha për t'i larë popullit shqiptar. Dhe uroj shumë që drejtësia pastaj të bëjë detyrën e vet që këto borxhe, nëse jo 100%, pak të kthehen se është gjuna shumë. Po, unë kam thënë në fakt edhe në ato raportimet e mia që nëse SPAK-u do të kishte vepruar në kohë dhe në vend, atëherë këta njerëz nuk do të ishin detyruar të dilnin në shesh, ne nuk do të ishim detyruar të dilnim të bënim punën tonë, dhe sigurisht nuk do të ishte e nevojshme të bënim thirrje që nëna, gra, pleq, fëmijë dhe çfarë kam në këtë vend të dilin dhe të bashkoheshin një protestë të tillë, e cila më shumë se çdo gjë të fort ka zemrën. Patjetër. Kështu që, okej, falenderoj Luciana. Erion Murataj. Ti vjen nga politika. Ke hyrë shumë i ri në politikë, ke qenë shumë aktiv, ke qenë edhe i rrept, edhe njëri që ke kundërshtuar brenda llojit. Sot je pjesë e protestës, të kam parë që je aktiv, edhe i mbështet gjithë kërkesat e revolucionit Flamingo, për ato kërkesat të cilat kërkohet edhe dorëheqja e kryeministrit. Si të duket? Jo, kjo ka tekaluar, mendoj unë, thjesht fjala revolucion Flamingo, kjo ka vajtur në
ekstremitetin e kërkesës një populli i cili mbas 36 vitesh, ku mendoj në kohën e prindërve ta, që i matë sot nuk jeton, po në atë kohë mendoj se realisht preku demokracinë ose tokën e premtuar të përfaqësimit e gjen veten të bjerur në një qertull vicioz ku dy individ, Sali Berisha dhe Edi Rama, dominojnë duke mos lënë asnjë zë ndryshe dhe duke i çuar shqiptarët në një eksod masiv, të dy secili në kohë të ndryshme. Por që sot shikojmë një Shqipëri të boshatisur. Një Shqipëri ku rinia nuk ka shpresë më, një Shqipëri e cila qaset te korrupsioni si shpresa e vetme për të marrë shërbim spital. Si qasje e vetme dhe mënyra e vetme për të përfituar i vend pune. Si mënyra e vetme e cila garanton dhe gjeneron bukën. Nuk flasim më për dinjitet, sepse dinjiteti vdes ditën që ti nuk ke të drejtë të zgjedhësh. Dhe këta e kanë bërë më së miri. Shqiptarët më në fund, kur panë se si të rriqet zvar, një protestues për tokën e tij në Zvërnec, në sytë policisë shtetit që ne paguajmë me taksat tona, e cila u dhunua gjithashtu nga një polici private e cila i shërbente një projekti i cili ishte pa projekt, u zgjuan. Kjo është një zgjim i bukur, është një zgjim, një lloj si dhunimi i dikujt në një marrëdhënie, i cili e ka pranuar atë dhunim për kohë të gjatë dhe një ditë kupton që okej, sot është botë. Shqiptarët u zgjuan, shqiptarët kanë dalë në shesh. E vetmja gjë që sot ngjatë shpresë është ky shesh. Gjithçka tjetër rreth këtij sheshi sot është e zymt. Madje e zymt është edhe mos reflektimi i këtij binomi që shqiptarët i thonë se duhet të shkojnë në burg dhe duhet hapi krah. Pra i tregojnë vendin. Deri diku. Unë mendoj që vendi duhet të tregojë drejtësia. Ti e di që unë vi nga drejtësia përveç politikës. Dhe jo më kot ky shesh thirrjen e tij të dytë, ose më saktë të parë për nga Vlera dhe Pesha, mendoj unë, është për një aleancë me drejtësinë, e cila për hir të vërtetës sot përfaqësohet në nukleën e vet më të shëndosh nga SPAK dhe GKO, por që deri në këto momente kanë goditur dhe nuk janë lejuar që t'i shkojnë tek dera. Dhe kjo prapë është bërë me një bashkëmarrëveshje. Dhe mos harroni diçka që një sekond, po thuaj që një bashkëmarrëveshje mes politikës dhe SPAK-ut për të mos shkuar deri tek dera e kujt? Jo, them për një bashkëmarrëveshje të politikës brenda vetes. Brenda vetes. Brenda vetes. Sa i përket SPAK-ut, besoj e ka dhënë mesazhin e tij, e ka bërë detyrën, ka kërkuar arrestimin e Belinda Ballukut dhe në mënyrë të përdhunshme me forcë kartoni, në mënyrë të paburr për mua, për secilin nga ata që ka votuar kundër atë kërkesë, politika dhe me krahun e një opozite e cila është ambigue, është një opozitë e cila merr leje ndërtimi, një opozitë e cila merr koncesione, merr po ashtu dhe opozita si në Zvërnec merr ndonjëherë edhe në kështu resort turistik. Gjërat vogla. Dhe bravo opozita. Po patjetër, bravo, është një bashkëjetesë, shiko. Është një bashkëjetesë bigamie. E quaj unë këtë, sepse trajtojnë si grua popullin dhe të dyja palët ja hipin në mënyrë sistematike. Erion, si të duket ky kuvendi i ri, këto elementet e rinj, deputetët e rinj që kanë ardhur nga Fieri, Elbasani? Si të duken? Edhe komeditë që bëhen me to, po na përfaqësojnë, po dalin janë shumë aktiv. Zëqinizimi i parlamentit. Zëqinizimi i parlamentit. Apo edhe një pjesë e mirë e deputetëve të Ergysit, të Gasit, në parlament.
Ka shumë? Ka shumë Po ka dhe nga Elbasani. Ka dhe nga Elbasani. Janë, domthon, kjo politik ka prodhuar baltosin e, vi nga Elbasani. Ka prodhuar baltosin e Elbasanit, duke quajtur qyteti i Batat. Realiteti në fakt është krejt ndryshe. Si është korrekt? Realiteti është ndryshe sepse Elbasani ka grupe kriminale siç ka dhe Danimarka. Po. Dhe në Danimark S'ka dhe Durrësi, për shembull, ose s'ka Feri. Po patjetër pra, po flasim kur mora Po Elbasani. flasim për Danimarkun që është një shtet me Danimarka në çdo qytet saj ka raporte nga agjencitë e inteligjencës, po dhe agjencitë policore që ka dhe atje krim. Po. Dhe nuk përjashtohet Elbasani, pavarësisht se zëvendës kryeministrja e krahasonte me Amsterdamin, me Romën, me Milanon, me Berlinin. Po ka edhe çmenduri të tilla. E vërteta është që Elbasani ka grupe kriminale të cilat në optikën time janë fatkeqe, janë vrarë mes vetes për shkak të politikës dhe inicion gjëja që në vitet 2001 e më mbrapa dhe janë keq përdorur në atë farë feje që janë imponuar dhe kandidat për deputet nga Ergy Sagasi. Ku këto grupe kriminale kanë investuar, i kanë bërë deputet dhe sot po ja them unë me bindje që nuk i përgjigjet deputetja e Ergysit. Nuk i përgjigjet grupeve kriminale. Pse kjo siguri? Se po qajnë, edhe në Elbasan qajnë. Po pse kjo siguri? Pse qajnë? Po qajnë se nuk i përgjigjet, pra i ka shkuar investimi dëm. Ka shkuar investimi dëm. Dhe në këtë optikë, në këtë prizëm, ka njerëz, po them, zvaranik të llojit siç është kryetari i bashkisë për shembull në Elbasan. Një njeri i cili është mirë me vjerrën, mirë Zoti Llafja. Zoti Limoni them, se i kam vënë pseudonimin. Zotëria është si ajo fabula që është bërë këngë, mirë me vjerrën, mirë me burrin. Dhe në rastin konkret vjerra janë këto grupet kriminale, burri është Rama. E tretë Rama i thot ndonjëherë edhe për varrezat e Elbasanit që marrin flakë thotë është bërë bari si kallam. Dhe ti po fle gjumë, ai ul kokën. Pra do thuash, unë e njoh personalisht kryetarin e bashkisë, dhe ti do thuash që ai është në shërbim të kryeministit dhe për gjëra që nuk kanë pse të jetë kryeminist. Ku është automotoparku? 120 milionë euro? Po, ishte një investim që zoti Gonxha e promovoi për të ngritur në Elbasan dhe pastaj për rezaurim. Ishte do më falësh, po ishte një pankartë shumë e bukur sot për zotin Gonxhe në protestë, se protesta ka prodhuar dhe kështu gjëra. Dhe thoshte të dija Gonxhe, më dole Xhapik Jonxhe. Xhapik Jonxha. Kështu që si është Xhapiku Jonxhe? Se ke ide? Po është jeshil. Jeshil fare? Jeshil, po konvergojnë këto, se limon jeshil, limoni ka gjetë jeshil, kështu që me automotoparku e përfaqëson më mirë. Çfarë mendon se ka ndodhur me to? Ka kaluar para dhe nuk është ndërtuar gjëja, apo jo? Nuk ka automotopark në Elbasan. S'ka, është si puna e incineratorëve? S'ka automotopark, incinerator s'ka. Po pra, po s'ka. Ose më saktë, në Elbasan ne kemi një Djeks, një furrë e cila nuk e dim se me çfarë punon akoma. Kanë vënë dhe një sahat ajo furrë. Dhe e bukur e di kush është e gjithë kësaj. E bukur është që Elbasani paguan sot që flasim bashkë grumbullimin dhe trajtimin e mbetjeve, një lloj sikur të ishte incinerator. Incinerator nuk ka, Elbasani është djegur një 3-4 herë. Elbasani sot po bën dhe këtë projektin e Kalas, ku ta dinë qytetarët dhe mbar shqiptarët që në projektin e çuditshëm dhe psikopatik të Kreut Bashkisë Elbasan është që ta shtetëzon pronën me 500 euro në rast se është objekt banimi ose 700 njësi shërbimi dhe ta rishet me 2000 euro. Ndodhi dhe kjo. Po, ka ndodhur dhe kjo. Dhe pastaj unë jam shumë i lumtur në fakt, sepse kjo protesta dhe në Elbasan, po kam përshtypjen dhe në gjithë Shqipërinë dhe kjo është e faktuar tashmë, ka prodhuar përplasje dhe brenda llojit në PS. Domethënë ka një kacafytje e cila mua po më shijon njerëzakonisht shumë, sidomos kacafytjet e grave njerë, kam vdes fare do kuptohet politikës, në Elbasan po ndodh rëndom kjo gjëja. Okej. Dhe pastaj kuptohet që kemi zbulot diçka mes kujt dhe kujt. Po kam përshtypjen që një kandidat e Ergysit
me njësh në kryetari bashkie, po ka ca fytyn keq. Keq, ha? Keq fare. Tani për karike, për para, apo për... Nuk e di ta rrokzoj fiks fare, se për çfarë, por jam i bindur... Por përpiqem fantazoj dhe jam i bindur që për diçka po zihet. Pa dyshim që është për copë pushteti. Kjo copa mund të marrë shumë forma, mund të jetë në formën e paras, mund të jetë në formën e influencës, mund të jetë në formën e pasurive të paluajtshme. Rëndësi ka që me paketën e maleve kryetari i Bashkisë Elbasan po merr copa me prestanome dhe në Gjinar do ndërtoj vilat e tij që mos e filmojnë siç kanë bërë në 2019 nëse e shantazhojnë me video. Të natyrës kuptohet video të këndshme, domethënë këto me pull të kuqe, po që kjo ka pak rëndësi për qytetarët e Elbasanit. Rëndësi ka që në Funar, ai projekti i famshëm që ti besoj e mban më para 2-3 vjetësh foli dhe Rama, me prestanome, kryetari i bashkisë po përgatit 300 hektar për t'ia dhënë Ergys Agasit, i cili në një nga përgjimet në dosjen e SPAK thot për një vend në Elbasan ku mund pastrojnë deri 1 miliard euro. Ai vendi është Funari, ti e di që unë mbaj përgjegjësi për ato që them. Patjetër. Dhe në mbledhjen e Këshillit Bashkiak unë këtë ja kam thënë në sy Limonit Bashkisë Elbasanit, Bledhen Llatës, dhe nuk mund të fshihet dot nga kjo. Ashtu siç nuk mund të fshihet dot më nga fakti që për 2 vitet e para të këtij mandati ka firmosur akte korruptive me firmat e kryetarëve të bashkive. Një nga arsyet që ka plasur dhe kjo lufta e brendshme mes grave në PSN Elbasan. Tash Erioni mua më ngacmoi dhe më kujtoi një këngë. Elbasan i bukur, Elbasan. 1 miliard euro investim. Mos harroni se janë gjëra që shumë shpejt do provohen. Erion, me këto që ke parë, me këto që ka ndodhur, a ke më dëshirë të jesh në politikë? Shiko, unë e ndjej veten mjaftueshëm energjik, impotencën nuk e njoh as si genetike. Njerëzit që shikojnë leadershipin e kalbur 36 viteve si dominantët e politikës janë për mua njerëz pa shtyllë kurrizore. Por në këtë moment, dhe këtë e them me plot bindje, nuk është momenti për fatin tim personal. Nuk është momenti për fatin e askujt i cili angazhohet qoftë edhe me prezencën e këtij në Këshesh. Ky është momenti që ne të shërbejmë Shqipërisë. Dhe Shqipërisë ne i shërbejmë duke u bërë të gjithë një trup, duke lënë mënjan çdo lloj divergjence të karakterit, të ambicjes personale, po padyshim edhe politike. Dhe do duhet që të çojmë në vend amanetin e parëve. Do duhet që të nderojmë kujtimin e tyre, të cilët kanë sakrifikuar, dhe si familje dëshmorësh, dhe si djalin familje dëshmorësh që jam, e ndjej thellë këtë gjë sot. Dhe padyshim ky është një detyrim që ja kemi brezave. Që unë ja kam djalit tim, që kushdo njeri i përgjegjshëm do duhet që mos lej pas vuajtjen që ka vuajtur vetë për fëmijët e tij. Ky shesh sot e gjeneron këtë lloj shprese. Prandaj dhe thirrja është që të dy të shkojnë në burg, dhe kjo thirrje është padyshim për drejtësinë. Po e mbyll duke i njohur profesionalizmin zotit Braho, që do duhet të ecë me ritme dhe hapa shumë të shpejt, dhe do duhet që realisht të gjithat besimin e akumuluar, të gjithë shqiptarët, të gjithë atë që ju në media e flisni shpesh që sondazhet thonë që institucioni më i besuar në Shqipëri është SPAK-u dhe Drejtësia e Re dhe GPK-ja, do duhet ta kapitalizojnë dhe të japin Shqipërisë një moment historik i cili do t'i vlej jo vetëm atyre dhe familjes tyre, por do duhet t'i vlej çdo shqiptari dhe do duhet të jetë i shkruar me gërma të arta në historinë që fëmijët tanë do lexojnë për ne nesër. Patjetër. Mirë, faleminderit shumë. Faleminderit. Doktor, ajo që më ka bërë përshtypje në fjalimet në protest ka qenë fjala juaj e drejtë për drejtë, e sinqert, le të themi deri diku edhe shumë e jetuar, e përjetuar le të them. Vjen nga një shtresë dhe nga një profesion që
mbi të gjitha në të gjithë vendet e botës është një kriter për të parë një shtet demokratik europian dhe civilizuar, që është shëndetësia. Pastaj vjen arsimi e gjërat e tjera. Shëndeti është ai që mbrohet me kushtetut. Dhe sot në Shqipëri ne kemi parë që dhe kemi dëgjuar që shëndeti nuk është dhe ai që mbrohet për qytetarët shqiptar, edhe pse ne jeni pari kushtetuesve shqiptare e parashikoni gjërat e tjera. Pse i bashkuar pikërisht kësaj protesta? Shiko, me thënë drejtën, në këtë kontekst, unë fillimisht mendoj që kam dalë jashtë bluzës parë. Sigurisht janë të gjitha të jetuara, janë të vuajtura në ditët, janë të parë dëshpërimin në sytë e njerëzve, se sa të pashpres ndihen kur ata nuk e kanë mundësin. Unë punoj në strukturë private, për vërtet kam le të themi refuzuar apo janë shmangur mund të punuar në një strukturë publike sepse do e mos është një strukturë që të bën pis. Do të thënë ti detyrohesh në pika të caktuara që të bësh kompromis me gjëra që nuk janë që stiliron morale. Dhe për sa kohë ka mundësi zgjedhje, situata për mua ka qenë relativisht më komode. Por në këtë kontekst, unë kam dalë jashtë pjesës bluzës bardhë. Për cilin arsye? Mendoj që u prek dinjiteti njerëzor. Filloj çdo gjë me protestën në Zvërnec. Mos harroni që aty u trojt njëri zvarr. Dhe që këtu ti irritohesh sepse është një paralelizëm jo i vështirë për të bërë midis asaj tërheqje zvarr dhe atyre njerëzve që shenë ditët e spitalit cilët detyrohen të tërhiqen zvarr. I detyrohen halli të tërhiqen zvarr. Dhe ata njerëz e ulin kokën. Po kjo është përdosje dinjitetit të tij. Nesër aty mund t'jetë një familjar im, mund t'jetë një familjar dikujt që është i afërt me mua. Kjo t'irriton. E nuk mund të rish pasiv kur shef situata të tillë. Pastaj, më tej akoma pash edhe disa elemente të tjera. Informacioni sot është shumë i kollajt. Fillova të lexoj se çfarë ka ndodhur në atë situacion. Përse u tërhoq ky person zvarr? Dhe pashi aty kishte kauza përbashkuese edhe për mua. Edhe unë jam detyruar të zvarritem dyerve të gjykatave, dyerve të gjendjeve civile, dyerve të përgatitjes së dokumentave, me një burokraci e cila lind sepse në çdo pikë, në çdo kapilar ka një element të gjakut që edhe ajo rruaza e kuqe që gjendet brapa asaj skrivanis, brapa asaj desktopit që duhet të punoj për ty, është një element i cili është gjendur aty për shkak të një nepotizmi. Dhe mbas edhe nuk është dashakeqës për të mos e bërë punën, po nuk di ta apo jo. Paaftësia. Po kjo paaftësia ka ardhur sepse ky njeri është atashuar asaj armate që ky pushtet ka krijuar. E ky pushtet përveç se bën dëm, deri më tani ka bërë më shumë dëme se sa ka krijuar profit. Po do t'i kam qenë edhe në anën tjetër të medaljes, që disa nga nismat e reformave ishin shumë të bukura dhe tingëlluese. Dhe pse jo, unë i kam edhe për krahura. Se mendoj që e kam kapacitetin të tillë që edhe mund të bëhem një përkrahas i një nisme të duhur. Po, e duam zhvillimin, e duam strukturimin, e duam rendin, e duam shëndetësinë, e duam. Po vërtetohet që ai njeriu atje u tërhoj zvarr sepse ju cënua prona. Ju cënua elementi bazë ne jemi njerëz të lidhur me rënjt. Rënjt i kemi në tokë. Po do t'i ta kapet nga ana tjetër u cënua edhe siguria kombëtare. Sepse po diskutohet në ca prona kur ne duam të shkojmë, jo, nuk mund të shkojmë se është pronë e mbrojtur. Po për ca njerëz që pas nga komoditetet dhe që janë afër oborrit. Ajo që nga një element shumë kollaj i prekshëm. Po kjo siç cënohet siguria kombëtare kur cënohet shëndeti i një pacienti, si cënohet siguria kombëtare kur cënohet zonat ushtarake cilat u jep kanë pa teklif. Pika gjeostrategjike cilat ne na bëjnë të jemi shqiptar brenda këtij trulli. Sado që kanë migruar, ata në ato ditë të pushimeve duan të vinë këtu dhe duan ta shkelin atë vend, duan ta vizitojnë, e jo se pas kanë më drejtën ose do duhet të paguajnë këto shifrat e tmerrshme. Po pse pak ka investitor shqiptar që na u dashkan ca strategjik të huaj, po pse pak histori ka në për
ndërmarrjet shqiptare, qoftë edhe të ndërtimit, të hotelerisë, që kanë dhënë shembuj se mund të bëjnë punë. E pse të mos merren këto dhe të gërshetohen me eksperiencat, po u dashka të vijë një gjë strategjike, për të cilin unë taksapagues do duhet rrit paguaj edhe 10 vjet të tjera që shteti im, më saktë pushteti im, se kjo është diferenca, që ne kërkojmë shtet dhe jo pushtet. Ne duhet i paguajmë ti me taksat tona, sepse nalt madhnia pas ka vendosur që ky është gjithçka bërsi, dhe vjen këtu dhe na jep atë shembullin cilin ne kemi luftuar kaq vite. Pra ai nepotizmi atje që i bindet armatës të pushtetit, në nënshkruan dhe na nxet veten sikur është edhe nobelist për ekonominë. Të gjithë Milton Friedman tu pas kanë lindur. Po që janë këto? Mbase pushteti edhe paraja të bën të ditur. Po ai pushteti të merr edhe të dhënat, të merr edhe lekët e rezervës kombëtare që duhen për një tragjedi dhe t'i hedh, sepse emancipimi ka nevojë për kulturë. Me cilën kulturë? Me ndjesinë e shpirtit, me tokën, me shëndetin, me bukën, me zjarrin, që mund të më përfshi me tërmetin që më shkund dhe më lë pa asnjë gjë dhe ti më thua prit do presim çfarë do jetë Europa. Po pse mor ne si shtet nuk pas kemi dinjitet çfarë? Që të kemi një rezervë tonë dhe t'i dalim zot vetes tonë? Jo, rezervat i kemi, po i kemi për koncerta. Nuk mund të përdoset kjo dhe pastaj i jep një kafe pensionistit që prindrit e pensionistit, po do t'i edhe pensionisti kanë derdhur gjak për atë vendin, dhe tani ky pensionisti duhet gëzohet me atë kafen që po i jep një lëmosht, hedh edhe një kock, të bën edhe një stil perandorak. Po qa presim tani më ne? Të sjellë dhe gladiatorët edhe të na thepisin, të na presin, të na tërheqin zvarr siç po tërheqin. Ky nuk është model që unë e dua për fëmijët e mi. Si mjek, si të duket kryeministri në çere? Të duket në gamat e fundit, të duket më i fortë, të duket i trembur? Shiko, diagnozat unë preferoj t'i them brenda spitaleve, po mirë na shkruaj. Dua të përmend një fenomen të cilin kryeministrin kjo lloj proteste e tronditi, sepse i doli nga parashikime dhe nuk kuptoi dot sepse po ndodhte kjo. Dhe tentoi të hidhte lloj teorish konspirative duke na kujtuar eksaktësisht ato vitet në 10. Dhe një nga pyetjet e mia janë që po si ka mundësi këta njerëz kur rrin kaq gjatë në për këto vende, si ka mundësi që nuk kanë një termometër të perceptojnë se çfarë po ndodh? Dhe ju desh kohë të kuptonte që ato metodikat e veta të fasadave mund të qirren shumë kollaj dhe u mor vetëm me rrjetin. Duke na dhënë një shembull të vërtetuar katër Cipërisht që nuk e ka mendje në asnjë vend tjetër përveç se tek fasada. Atëherë le të përmirësojmë ne këtë fasadë, pas zgjidhur qoftë edhe asnjë problem. Dhe e vërtetoj edhe me veprimet e njëpasnjëshme. Mund të edhe të ishin lodhur njerëzit në këtë protestë. Po fakti që prodhojnë në rendin e ditës problematika ekzistenciale dhe tentojnë të kamuflohen po prap me këtë fasadën, na bën të kuptojnë që këtu nuk ka shpresë për zgjidhje. Dhe ky është një mesazh i hekurt, sepse njerëzit duhet të vazhdojnë. Pavarësisht lodhjes, ka një shprehje shqiptare, ku mbaron takati fillon nati. Po problematika duhet shkojë edhe për te kësaj, sepse thënie më të mëndshura janë ato që trumbetojnë faktin se nuk është e rëndësishme kur flasin njerëz të paaftë për të artikuluar apo budallënj po përdor termin duke kërkuar ndjes audiencës. Po është e frikshme kur ata njerëz që i kanë kapacitetet për të analizuar dhe që ndihen të prekur, ata nuk flasin. Për çfarë do lloj arsye? Komoditeti dhe rehatia nuk janë virtyte të një shoqërie të shëndetshme. Të rrish në komoditetin e kondicionerit dhe të divanit nuk është një element që të çon përpara. Ky është një lum që fryhet nga një prrua i thatë, fryhet dhe merr përpara gjithçka gjën. Dhe herët avon i vjen radha kujdo. Dhe këtë radhë ne nuk duhet ta lëmë që të shkojë tek fëmijët tanë. Duhet përcjell edhe një mesazh tjetër. Ato nëna që janë atje me fëmijë në fund të protestës, nuk janë aty vetëm për t'i dhënë bukurinë protestës. Po ato kanë një mision të jashtëzakonshëm që po i mëkojnë atij brezi
shuarjen e frikës. Ato po i mëkojnë atij brezi dinjitetin. Ato po i mëkojnë atyre njerëzve pa mundësinë e nënshtrimit. Dhe kjo është vlera më e madhe shqiptare që duhet të mbrojë dhe duhet të mbizotroj. Ka plot që bëhen me të fortë. Se është edhe komoditet. Po i forti herët avon bëhet që kiç edhe për kokën të. I ka vërtetuar pushtetit. Të gjitha ata njerëz që pati të zgjedhur dhe që kishin realisht merita kur erdhën në për kalvarin e pushtetit, gradualisht i eliminoi dhe i zëvendësoi me njerëz fiktiv. Çfarë mendimi ke për këto? Zeqenia, Sarandë. Me thënë drejtën, kjo protesta më ka bërë të kthehem pak edhe nga pjesa politike dhe t'i njoh se kush janë, se deri dje nuk i dinin fare se kush ishin. Gjithashtu. Po nuk po flas në rendin e deputetit, po flas edhe në rendin e ministrave. Ministrinë e linjës ne nuk e njihnim. Jo. Dëgjuam ca fjalime ku e pamundura ishte e mundur, po tentuam ta deduktonim këtë se nuk e arritëm ta kuptonim dot. Po këto janë figura që duhet të ushqejnë, janë figura që duhet të udhëzojnë, janë figura që duhet të frymëzojnë po desh. E kanë kthyer politikën në një tragjedi komedi. Se ne edhe qeshim edhe qajmë me këtë që dëgjojmë. Fatkeqësia e këtij vendi është që politika, unë kam pasur një eksperiencë pune, shkollimi edhe jashtë dhe më bënte përshtypje se si kolegët, studentët, nuk donin t'ja dinin fare se kush është rendi politik, po sepse shteti atij ishte konsoliduar. Dhe ai shtet atij e jepte sigurinë. Që unë nuk kisha pse të merresha se kush ishte një majt, një djathtë, sepse elementi bazik jetik ishte i konsoliduar. Alternativa më e mirë, po. Qartë. Këtu shef njerëz që unë personalisht e përfshi veten në ata njerëz që nuk e kanë kapacitetin politik për t'u marrë me, po detyrohesh të merresh sepse ajo politik ty të prek në rendin e çdo dite, të prek në radhët në për spitalin, në radhët në për gjykata, në listë pritjet për të patur atë drejtësinë tënde, po drejtësi e vonuar në fund ditës drejtësi e munguar. Po shëndeti munguar do të thotë ose i vonuar do të thotë vdekje. Po, postulat, doktor. Ne jemi kthyer në meme, ne jemi kthyer në postulate, ne jemi kthyer në monologje të cilat të qeshësh me tragjedinë tënde është fundi. Baraz vdekje. Patjetër. Kështu që inshallah arrin ata njerëz që e kanë edhe një pavarësi le të themi ekonomike, nuk i kushton asnjë gjë që të bëjnë po deshe ti edhe xhiron e bulevardit. Sepse tregojnë me prezencën e tyre që janë kundër një establishmenti që do të të thundroj. Nuk do të të sundoj, po do të të thundroj. Dhe nën thundër nuk merret frym. Faleminderit. Faleminderit ty për ne. Llani Gëxhane, je shumë i ri në moshë, por gjithsesi e kaq aktiv në protestën e revolucionit flamingo. Nuk është se ka ndodhur një ditë, çfarë ka ndodhur në atë gjë që është parë prej ditësh, qoftë kryeministria, qoftë vendi, plazhet e policisë, ka ndodhur diçka që e ka bërë protestin të fortë? Unë mendoj se që ka bërë këtë protest shumë të fortë, ka qenë prezenca masive e njerëzve këtu, të sheshi, të kuvendi dhe kudo që është bërë protesta. Të kuvendi, për shembull, ishim dhe për atë dite, ishte një eksperiencë interesante për mua dhe për gjithë qytetarët që ishin aty. Ne munduam të protestoshim në një mënyrë paqësore si çdo radhë tjetër që jemi munduar të protestojmë, të tregojmë qytetarin tonë dhe të protestojmë kundër një qeverie të korruptuar, një qeverie që nuk ka dhënë asnjë lloj ndihme qytetarëve shqiptarë, si në spitalet onkologjiku, si me tokat e tyre, si me çdo lloj institucion publike që është vendosur për të shërbyer shqiptarëve. Mendoj se ju me kërkesat që keni dhe indiferenca që kryeministri bën ndaj kërkesave tuaja, kë mendon se do penalizoj? Do na lodhi, do ju lodhi apo do ti hapi forcë? Apo do na dëmtoj kryeministri? Unë mendoj se po, kjo është një lodhjeje kush do të lodhet më para. Dhe unë mendoj se shqiptarët
Këto që janë këtu janë të palodhur. Kemi 13 vite dhe i gjithë sistemi 35 vite tranzicion që kemi vuajtur si shqiptar duke mos pasur një tranzicion demokratik etj. Dhe unë mendoj se qytetarët shqiptar do të jenë të palodhur në këtë shesh dhe ne nuk do të ndalemi derisa Edi Rama dhe qeveria e tij të korruptuar të largohet nga ky vend totalisht. Sa vjeç janë? Unë jam 23 vjeç. 23 vjeç. Da ju lutem me të Një moshë ideale për të protestuar? Po, patjetër. Do ta bëj edhe më i vogël apo? Patjetër, unë di me vllajën tim që është 20 vjeç, di me mamin, di me babin, di me motën e vogël. Kështu që ne gjithë familjarisht vim dhe protestojmë me shoqërinë, me shok, me shoqe. Dhe shumica për mendimin tim janë rinia që e bëjnë këtë protestë, sepse ne kemi në dorë që të protestojmë fort, si rinia, si në të nishin, si studentët. Unë jam student, vllai im është student, dhe ne jemi e ardhmja e kësaj vendi. Ne kemi 50, 60, 70 jetë që do të jetojmë këtu. Ne duam të jetojmë në Shqipëri. Mos largohemi si shoqet tona që kanë ikur nëpër Europë, nëpër Amerikë. Duam të jetojmë këtu. Si të duket Edi Rama? Çfarë do të vijë një emër si të pyes sepse nga ty mësoj një tjetër perceptim në lidhje me kryeministrin i cili ka 14 vjet në pushtet. Frikacak, do t'i thoj Edi Ramës. Ashtu më duket më. Frikacak. Ka frikë t'i përballet popullit këtu që i ka dalë në shesh, me kërkesat tona të qarta. Ka frikë t'i përballet. Përballet, merret me propagandë, merret me montazhe online, merret me protestues një nga një. Mundohet t'i shantazhoj, t'i shajet. Si dhe arroganca e deputetëve ti, për shembull Pamir Braçe duke shah një person sot. Është një arrogancë pa parë. Kur e parë këtu në Shqipëri? S'mund të lejojmë gjë të tillë të ndodhet. A mendon që kryeministri Edi Rama mund të ikë nga posti ku është? Dhe si e mendon ikjen e tij? Unë mendoj se Edi Rama ka krijuar një imazh të tij, një propagandë të paparë tek ndërkombëtarët. Nëse ju pyesni ndoshta para këto protesta, ndërkombëtarët mendoshin që Shqipëria me kullat e saj të bukura në qendër Tiranës është një parajs. Dhe që njerëzit jetojnë për bukuri etj. Por e vërteta është që Shqipëria nuk është qendra e Tiranës. Janë fshatrat e Tiranës, janë rrugët e Tiranës, janë institucionet që janë të rrënuar të gjithë Shqipërisë dhe kështu rrëzohet Edi Rama, jo vetëm me pjesëmarrje që kemi këtu në shesh, por dhe me ndërgjegje të gjithë Shqipërisë, gjithë shqiptarëve, të diasporës që të rikthehen këtu dhe të imazhit të tij publik jashtë shtetit. Dhe kështu për mendimin tim është një nga mënyrat për ta rrezuar. Sigurisht që Edi Rama nuk është i vetëm, ka edhe stafin e tij, ka qeverinë e re që ka krijuar në zgjedhjet e fundit. Kemi emra të lakuar shumë edhe në protestë, si zonja Mile, zonja Zeqene. Po, emrat të mëdhaja tek kemi profesorisha që tregojnë edhe për GDP-n e vendit, se çmimet rriten dhe s'kemi si i frenojmë çmimet. Është ngritur niveli parlamentarizmit në, domethënë, sikur më parë nuk kam parë kaq nivel të lartë në parlament. Domethënë, matematika e papam etj, fjalori, etika, kur nuk kam pa një lloj parlament të tillë me kaq nivel të lartë. Sigurisht që indiferentizmi i tyre dhe sarkazma që ato bëjnë për kundrejt zërave në protestë, qëndresës qytetare, duket sikur janë një lloj, është kthyer në një lloj trendi, sikur që patronazhistët nga ana tjetër bëjnë punën e tyre. Sot kryeministri i vendit ka qenë në Bashkimin Evropian. Bashkimi Evropian është nga ato institucionet themi që e kanë mbështetur protestën. Kemi shtete të cilat e kanë mbështetur protestën. Si shikon këtë? Nëse Zeqeneja, Sara Mile, Rama, Erioni, etj. Mendojnë se mund na intimidojnë me kërcënimet apo propagandën e tyre të pavlera, kanë shumë gabim. Sepse ne as nuk intimidohemi, as nuk e kemi frikën fare atyneve. Ato janë një niveli ullët, më i ullët i shoqërisë, duke sharë, duke etiketuar.
janë pa vlerë komplet për mua. Nuk janë vegla propaganda jetë Ramës. Dalin aty flasin nëpër media, asnjëri nuk ja kushton vëmendjen atyre. Një nga episodet më të cikleshme për protestuesit për ju ishte momenti kur ju dhe policia u ndeshët përpara kuvendit dhe kur ofruat kazanët me plera afër kuvendit. Dhe kjo ishte një formë apo le të themi një mesazh që ju përçuat për ata njerëz që ishin brenda në kuvend si të padenj, përveç se ishte të armatosur me mije dhe me vezë. Ku e kanë vendin parlamentarët për ju? Parlamentarët e korruptuar që mundon të nxjerrin propagandën e qeverisë, propagandën e vjedhjes, meritojnë koshin e plerave, ata meritojnë. Qa meritojnë më tepër? Meritojnë burgun këto që kanë vjedh? Burg! Kush ka vjedh, le të shkojë në burg, të jetohet dhe shkojë në burg për mendimin tim. Edhe këtë mendim kanë të gjithë shqiptarët. Këtë mendim. Në burg ose në kosh plerave, pastaj në burg. Denoncim për Albania Files, denoncim për drejtorin përgjithshëm të policisë shtetit. Ka një konkluzion, ka një informacion, ju kanë informuar se ç'është bërë me këto kallëzime penale? Atëherë, nëse SPAK-u me të vërtet është e pavarur, le ta vërtetoje me Albanian Files. Ta shohim se si do të veproje. Me Albanian Files, me drejtorin e përgjithshëm policisë, me koncertin, ta shohim se si do të veproje. Dhe kjo është konkluzioni im. Okej, çfarë do të bëje? Do vazhdosh të rish këtu deri në fund? Patjetër. Ky është aktiviteti jon, por jo, nuk është vetëm aktivitet. Ky është synimi jon. Të vim këtu, të paraqitemi, të mundohem të flasemi me njerëz, të komunikojmë me njerëzit, të vim me shoqëri, për një kauzë që na bashkon rrëzimi i Edi Ramës, klasës tij politike dhe qeverisë së tij të ndyrë të korruptuar. Kush ka vjedh në burg? Si e parashikon fundin e Edi Ramës? Nëse do të vi. Unë e parashikoj, po patjetër që do të vijë fundi, se çdo autokrat e ka një fund, nuk ka ku shkon. Do ta ketë fundin, do ta ketë keqe. Nuk është, do ta ketë keqe me kaq vite pushtet që ai ka, me kaq vjedhje që ai ka bë. Nuk ka se si shpëton drejtësisë, si këtu, si ndërkombëtarisht. Okej, faleminderit. Shumë faleminderit. Gert, je një nga ata personazhet shumë aktiv në protestën, le të themi në revolucionin Flamingo, me cilin e kemi titulluar dhe në kanalin ton, por nuk dua të shpërqendrohem tek kërkesat që ka patur protesta, që lidhen me shfuqizimin e ligjit 21-24, që lidhen me fondet e përdorura rezervë nga qeveria për atë koncertin e Kanye West, por sigurisht që ka edhe një denoncim konkret Albania Files, po ka edhe një denoncim për drejtorin e përgjithshëm policisë shtetit. Pra, jeni bërë shumë konkret dhe shumë aktiv me kërkesat tuaja. Nuk ishni dorë nga këto gjëra për cilët edhe mbështesni kërkesën për dorëheqjen e kryeministrit. 47 ditë? 45 ditë të plota, sot 45, po të llogarisim dhe ato nga erdhi nga Zvërneci, shtohen edhe dalin për te. Pa diskutim pika parë është dorëheqje sepse dora zeze, faqa zeze atyre veprave që janë bërë, ligjeve, VKM-ve, keq menaxhimit, është kryeministri dhe pa diskutim. Një ligj është po aq i rëndësishëm sa një VKM që ishte 4.5 milion euro, që ishte në tjetërsim dhe në dëm të buxhetit shtetit, kur e dim shumë mirë që kemi plot sektore, seksione që ka nevojë për ato para. Është jetesa jone e përditshme. Ne jetojmë këtu, nuk kemi vendosur të emigrojmë dhe i dim shqetësimet e vendit tonë, nga transporti publik, te siguria, te sporti, arsimi, kultura, shëndetësia dhe jam pafund. Ne jetojmë me hallet e këtij vendi. Jemi familjarë, jemi punojës, kemi kaluar vitet e rinisë dhe pa diskutim që pika parë është ajo. Pra, ligje, VKM, gjitha mund të barazohen me njëra tjetrën. Natyra është përballë betonizimit, natyra është përballë projekteve dhe pa diskutim. E ardhmja kërkon natyrë, që fëmijët të gëzojnë, ne themi gjithmonë turizmi qëndrueshëm. Kjo fjalë e madhe është gjë e vogël fare. Pemë, det, natyrë, shpend, flamingo këtë rast, me qenë se revolucioni quhet revolucioni flamingove. Për këtë arsye mendoj që nuk ka stepje nga pika parë, ka hapa konkret pa diskutim. Kjo vjen nga aktivistët, kjo vjen edhe nga partitë politike, kjo vjen nga njerëz që janë pjesë e protestës, dikush me një kazim, dikush tjetër me një padijë, me një shqetësim, tek avokati i popullit, tek komisioneri, në kontrollin e lartë të shtetit për VKM-n. Po edhe artistët e sillen me një instalacion, dikush e sill me një vepër arti, dikush tjetër po shkruan një libër, po bën një dokumentar. Pra janë të gjitha format e mundshme që qytetarët
ta marrin dhe ta përcjellin këtë jehon që ka protesta këtu? Protesta në fakt e ka bërë honën e vetë, në kancelarit e huaja, në mediat më të famshme botërore, kudo. E vetëmi njeri që nuk po bën jehon është kryeministri. Unë mendoj se kryeministri ka bërë një jehon të tmerrshme në anën më negative të qasjes së tij. Pra dikur ai njeriu politikan karizmatik, fashion, që ishte pak me ato batutat, ka rënë, njerëzit e kanë kuptuar që është një autokrat, një njeri që thotë që nëse më vjeni mbrapa, unë ju vjen mbrapa. Kjo nuk është qasje e kryeministrit, ky nuk është komunikim i denj. Kemi parë deputetët e tij në studio televizive, në dyert e kuvendit apo gjet që bëjnë prapë të njëjtat batuta me të njëjtën formë, me të njëjtën formë shantazhi që është me të gjithë hallkat e mundshme. Pra kontrolli tatimor, kontrolli doganor, IKMT-ja, IMT-ja, bashkia, çdo institucion dhe çdo hall që ai e ka në mashën e tij e përdor kundër kujt? Një protestuesi që në këtë moment ka një mendim të caktuar, i cili duhet dëgjuar, i cili duhet respektuar, por i gjitha kur është kaq masive, që është nga Brukseli, New York, në Tiranë dhe në gjithë vendet e botës, dhe shqetësimi është i përbashkët, keq menaxhim, dhe keq menaxhimi pastaj shpërbëhet në shumë kategori të tjera, atëherë ai duhet bëj jehon për nga ana kundër, që gjithë bota ta kuptojë që ai mund të iki, ndoshta jo me nder, me një gjysmë nder, sepse në mendimin tim dhe në sigurinë time shumë akuza dhe shumë hetime e presin dhe ndoshta tani mbrohet me faktin që po hetohet kryeministri dhe gjoja ka destabilizim, po jo, nuk ka destabilizim, është thjesht kërkesë llogarie. Në fakt, Gerti ti vjen nga një profesion që ushtarak i lartë, unë të njoh për vitesh, ke një kualifikim të caktuar, je shumë i përgatitur dhe mendon që sot Rama ka nevojë për mbrojtje dhe a mendon që kryeministri ynë ka shkuar të kërkojë mbrojtje diku në një shtet shumë të fortë, për të qenë le të themi, për të mos përfunduar aty kur mund, ose kemi ne një ide se mund të përfundojë kryeministri shqiptar? Unë mendoj që për moshën që ka dhe për veprat penale që ka bërë, ai do të përfundojë në atë sistemin ton penitenciar. Pra do t'jap llogari. Nëse është ai që shkatet sa Arben Ahmeta të largohet përpara se sa ta kapi azili ose të kërkojë një azil atje, okay, mund të jetë një merit e tij, por është fatkeqësia jon sepse ne duam të shikojmë çdo njeri, përfshir dhe veten këtë rast që në momentin e parë që shkelim diçka, duhet t'japim llogari aty ku duhet lënë llogari. Ai mund të ketë kërkuar mbrojtje, po të shikosh fondet izraelite këtu në Shqipëri, dhe kjo nuk ka të bëjë fare me antisemitizmin, po ka të bëjë me dhënien e gjithçkaje diku. Dhe këto ndoshta janë credo ose janë mekanizma që ai i përdor për të mbrojtur veten e tij, personin e tij në një moment të dytë. Nuk do t'i ecin, sepse asnjë shtet nuk mund të mbajë një person. Kemi plot zyrtarë të tjerë të rrethave të vendeve përreth që kanë shkuar dhe kanë kërkuar azil diku, por vjen një moment që gjithë secili del edhe jep llogari përpara popullit edhe përpara sistemit penitenciar që duhet thënë me patjetër duhet ta sjellë aty, siç solli ish presidentin, siç solli ish kryeministrin. Pra ka ardhur momenti që edhe ky njeri që ka bërë plot manipulime me fondet publike, t'i japi llogari. Është minimum. Tash edhe një pyetje të fundit, meqense jemi ke ushtarakët. Do të vi një ambasador amerikan që vjen pikërisht ushtarak. General, le të themi një shkallë edhe më lart. Absolutisht. Si e shet? Pozitive, prej vite Shqipëria nuk e ka atë përfaqësuesin prej Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe ne kishim nevojë. Pa diskutim që e ngarkuara me punë është një stat pak më poshtë, por normalisht puna aty nuk çdon, një shtet i madh di se si ta organizoj punën, por me ardhen e një ambasadori gjërat besoj do të konsolidohen pak më tepër, qoftë edhe aktorët do kenë një vesh më tepër për të dëgjuar dhe ne e dimë që ato nuk do hyjnë politikën e brendshme, por ama gjithçka e raportojnë për politikën e brendshme. Dhe duke qenë se është një ushtarak dhe ushtarakët njihen për atë disiplinën, korekcinë dhe mbrojtjen e dinjitetit, po themi, unë jam besim plot se gjërat do ndryshojnë për mirë për qytetarët dhe për çdo që punon ndeshmërisht në këtë vend. Faleminderit Gert. Faleminderit, kënaqësi.